Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14. Data 14 mars. Gëzuar ditën e verës. Kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe në Mars Podeshën. Është një ditë vere me kënaqësi, me rëndësi të veçantë, sepse jemi të vetmit në këtë drejtim, vetëm sepse Shqipëria feston, do thoni tani festojnë dhe gjithë shtetet, xhanën, po neve kemi pak më të ndikuar dhe kjo ditë e verë do mbahet mend për shumë gjëra. Por mbani mend gjëra që themi se ditë e verë e shkuar është ka qenë ndryshe me këtë që po bëhet tani. Por gjithsesi e rëndësishme është shëndeti, gëzimi, lumturia, begatia në gjërat që vedoni dhe unë juroj gëzuar. Data 14 më kemi dhe nga ana planetare që sinjalizon shumë gjëra mbi pranverën, mbi ndryshime, sepse për ndikimin më të madh që ka të bëjnë edhe koha që ndodhin fenomenet është diçka e çuditshme, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me dashurinë, lidhet me planetet që kanë të bëjnë, është Afrodita, është Plutoni, është Mërkuri dhe Marsi, që jep mundësi në ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e punës. Të gjitha shenjat përfitojnë pak a shumë, por më tepër janë të ndikuar shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ndikimi më i madh është ujori. Ujori që do nisi një rrugtim të ri drejt një pune të re, drejt një takimi të ri dhe shumë gjëra të tjera, duke filluar nga kjo ditë e datës 14, ku do të keni dhe mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në gjëra të mëdha. Megjithatë, dita e shtunë, që është dita e Saturnit, ku na ndihmon, na mëson për gjëra shumë të rëndësishme që neve kemi dhe duam të përçojmë në anën tjetër. Por është dhe momenti më i mirimueshëm tani e tutje, ku gjërat do kenë një drejtim shumë pozitiv në ekonomi dhe në stabilizime. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në